Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me studentë dhe pedagogët në Vlorë këtë të diel ku theksoi rëndësinë e kapërcimit të barrierave politike për të rritur bashkëpunimin mes aktorëve të shoqërisë. Ajo ndalte nevoja për informim më të mirë publik dhe shpjegoi se shpesh perceptimi për realitetin e vendit ndikohet negativisht nga media dhe portalet. Rama tha se kishte zgjedhur të nisë nga Vlora një seri prezantimesh me fakte dhe projeksione për zhvillimin ekonomik të vendit deri në vitin 2030. Nëse i referohesh mediave, nëse i referohesh ekraneve apo portaleve, jo vetëm që nuk gjen shumë arsye për të kuptuar zhvillimin e përgjithshëm të vendit, por përkundrazi gjen shumë arsye për të krijuar një perceptim krejt të ndryshëm nga realiteti i vendit. Dhe prandaj në këtë fazë të fundit të rrugës drejt 11 majit, unë thash këtu nga Vlora të filloj me një prezantim faktesh, pa shumë komente apo opinione, thjesht faktesh, duke nisur nga një pasqyrë e përgjithshme e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Në fjalën e tij, kryeministri solli një panoramë të rritjes ekonomike të Shqipërisë në dekadën e fundit, duke theksuar se prodhimi i brendshëm bruto është rritur 2.5 herë dhe se synimi për vitin 2030 është rritje 15.000 eurove për frym. Ai përmendi gjithashtu rënien e nivelit të papunësisë në shifra historike dhe objektivin për ta ulur atë në 6% deri në fund të dekadës. Ja ku ka qenë niveli i prodhimit të brendshëm të vendit, ja ku është sot, 2.5 herë më i lartë në vetëm një dekadë, dhe ja ku është edhe ambicia, por jo vetëm ambicia, por edhe projekcioni ynë për 2030-ën, duke pasur parasysh të gjithë dinamikat e zhvillimit. Nuk është një dëshirë, është një projekcion i bazuar në analizat e bëra nga Ministria e Financave. Këto ishin të ardhur për frym kur ne morëm detyrën, këto janë të ardhur për frym sot, 3 fish. Paga mesatare sipas tij është rritur nga 322 në 848 euro, ndërsa paga minimale do të arrijë në 500 euro në janar dhe do të shkojë në 650 euro deri në vitin 2030. Duke referuar konkretisht qarkut të Vlorës, Rama renditi një sër investimesh madhore që arrin në total në 1.27 miliard euro gjatë një dekade. Këto përfshin 124 projekte në ujësjellës e kanalizime me vlerë 226 milion euro, 4 projekte energjetike me 120 milion euro dhe investime të mëdha në bujqësi, arsim, shëndetësi, sport dhe kulturë. Ai e konsideroi këtë një dëshmi të qartë të zhvillimit konkret në rajon dhe një bazë të fortë për projeksionet optimiste të qeverisë për të ardhmen.